Tani është momenti juaj I preferuar. Përshëndetje Klea. Përshëndetje moj Elena Demollari. Përshëndetje Klea Kica dhe Elena Demollari gjithmonë në baj. Me energji ke sot zebra. Me energji të mira gjithmonë. Me energji të mira gjithmonë, me energji të mira. Atëherë sot do të bëjmë mesazhet për të treguar historitë e tyre dhe për t'i parë si do përfundoj, pse kohët e fundit shikoj që kanë ndoryer shumë persona të tretë në familje, në bizneset e tyre. Djem ka kontaktuar një zonjë, ishte shumë e respektuar. Më ka shkruar në Instagram, siç kemi folur dhe në privat. Zonja jeton në Zvicër, ka një biznes në Zvicër, por jeton ka 2 biznese, dhe në Kosovë dhe në Zvicër. Dhe në thot, përshëndetje, thot Elena, duhet të tregoj një histori timen, unë jam 58 vjeç, burin e kam 59 vjeç. Buri ka krijuar një lidhje me një grua të martuar që është 40 vjeçe dhe I ka 2 fëmijë të vegjël. Dhe burin e saj. Kjo femra 40 vjeçe ka ardhur në shtëpinë time me burin, të qëndruar me burin, ka qenë ortak, mund të kenë qenë dhe aksioner, dhe ka kërku prej burit tim, ori me mua, I thot, ose gruan I ka vënë se një ultimatum, ori me gruan, ori me mua, buri ka zgjedhur të jetoj me ato, thot, ka zgjedhur të jetoj me ato, në atë moment, ka ndalë të dy bashk me jetu, të bashkjetojnë për shtëpisë, dhe gjatë kësaj koha jo ka ardhur te ne për fëmijët e saj, kujdesur buri I saj, të thënë, çka ka bërë? Ka lënë burin e saj me 2 fëmijë të vegjël dhe bashkjeton me këtë burin. Kjo është 40 vjeç, kjo është 59 vjeç. Në atë momentot unë kam bërë divorcin, kanë ecur bashkë, unë kam bërë divorcin, thot, dhe jetoj vetëm me fëmijët e mi të martuar, të më thënë. Në momentin që ndyrën një personi tret, prishet dhe biznesi, falimentoj dhe biznesi. Se çfarë bën kjo? Gjithë pasurinë që I ka lënë gruas, ja ka lënë fëmijëve, ja ka kaluar kësaj. Dhe zonja do të di, thot, a do kenë të ardhur me bashkë ta, apo nuk do kenë të ardhur me bashkë, se dhe kjo është e martuar. Bile kishte një profesion psikologe, kishte profesion të mirë, ishte dhe I dëgjuar. Por është më mirë që mos ja përmendin emrin. Patjetër, po, të shikojmë. Edhe do ta shohim. Shiko, zonja për momentin ka divorc, është divorcuar, ka rritur në divorc, është e mërzitur, shikoj që është e rënduar dhe nga ana psiqike, psikologjike, mund të ketë rënë edhe gjendje depresioni, ka humbur çdo gjë, domethënë ka humbur bizneset, ka humbur të gjitha për një shkak të një personi të tretë që ka ndërhyrë në familje. Por I them zonjës dhe publikisht që buri ka bërë një gabim, se Klea është në moshë 60 vjeç, është me nip me mbesa dhe është turp që dashurosh me një 40 vjeçare kur ti ke një grua të mrekullueshme në familje. Por shikoj që do vi një kohë që nuk shikoj që këta vërtet për momentin mund të bashkëtohen bashkë, po do vi një kohë që nuk do kenë të ardhme. Do vi një kohë që buri gjatë rrugës të tij mund t'i ndodhi ndonjë smundje, ndonjë fatkeqësi dhe në fund fare shikoj që këta mund të rikthehen përsëri bashkë. Po do jetë kohë e largët. Tjetër Klea. Histori tjetër ka? Histori tjetër Klea, se ka. Shiko, se kohët e fundit unë kam rënë çik mungesa edhe në për rrjetet sociale, pse s'dela ne këtë. Në momenti që unë jam angazhuar me punë private ose kam punë të tjera, nuk dal në rrjetet sociale. Klea. Do doja të thoja për një kliente, sa ka kliente që janë shumë serioze, ka kliente që nuk janë serioze dhe pastaj dalin të pa fytyra.
Kam pasur një kliente nga Kumbanova, kur është drejtuar te unë, është drejtuar për një parashikim. Pastaj dalin, është puna se asaj që shto ujë, shto miell, kjo zonjë nderuar, do me thonë, të thoshe të ishte serioze, nuk ishte serioze, ishte nga Kumanova e Maqedonisë. Zonja mu drejtohet për një lidhje dashurie. Po ç'a kishin? Që kishin të njëjtin dashnor nën e bi. Nën e bi. Mu thot për vajzën e kam vajzën pa qef, unë për momentin e besoj. Gjatë intuitës, gjatë parashikimit, gjatë intuitës time, gjatë energjisë time e kuptova dhe në momentin që ta shiko. Ti në radhë të parë që po gënjen, që po shton ujë dhe miell po gënjen, se unë po I kuptoj gjëra. Tani, buri ishte babai 3 fëmijëve, jetonte në Zvicër dhe kishte dashnorin Kumanov. Dhe çfarë thoshte kjo? Kjo nuk ishte lënë vend pa shkuar, do të thotë që donte si të shkatronte familjen babajnë e 3 fëmijëve. Mund kishte dhënë 2 miliona lek për të shkatruar familjen. Dhe në fund fare, rastisi se unë ja përplas, do të thënë, persona që vinë, unë ja përplas vetëm në anë të energjisë, në anë të intuitës dhe kur hyn në energjinë e personit, I them, nuk më tregon të vërtetën. Më kupton? Dhe çfarë bëjnë tani? Në momenti që kjo kontakton me mua dhe thotë që unë kam një lidhje dashurie me këtë dhe e kuptoj deri diku. Por çfarë bëjnë Klea tani? Kjo ka pasur 3 shoqe, por midis 3 shoqeve është shfaqur një konflikt që shoqja e vet e denoncon shoqen në polici. Wow. Për arsye se kjo tani, kjo e Kumanovës e Maqedonisë, se nuk doja ta përmend emrin, se do e mbajmë klientelën privatisht, I shkon djalit se një shoqe vet ka pasur biznese në Kumanov Maqedoni. Po më dëgjon? Ka pasur biznese në Maqedoni dhe në anë të kamerave kjo I çon diçka të keqe në shtëpi. Dhe shkon I thot djalit që shiko se nëna tënde po të bën magji e budalliqe ande këtere sire, siç I thon kosovarët. Dhe zonja e nderuar tani ka përfunduar në gjykatë dhe në polici dhe do pagoj dhe një gjop të madhe. Ta haj atë gjopën të mirë, se kështu I thonë që gjoba 10.000 euro, 20.000 euro, edhe mund të përfundoj dhe në burg. Por kemi rastisur dhe një Klea, ta kam thënë dhe po ta them Klea. Çdo njeri që bën keq Klea, ja kthen Zoti atij ku I dhe më shumë. Dhe unë ta kam thënë, kemi bërë një bisedë radhën e parë që unë I kam pakte të vaktuara. Dhe nuk I thon kot që mos I bëj varrin tjetrit se do ja bësh vetes. Po, vërtet. Dhe të kam thënë, personat që kanë tentuar, sidomos mund të sulmojnë Klen ose Lenon ose persona të tjerë, do I dëgjoj smundje, vdekje, operacione, spitale, aksidente, probleme shëndetësore, burgje, por me bukur se do vi një kohë që e shikoj duke përfunduar dhe kamariere. Edhe në momenti dhe po si ka po si ti ke qenë filan vend fista ke punuar kështu ja dhe të shnet që do për kamariere, më kupton. Edhe që kështu histori, do me thënë kam shumë lloj histori, por është diçka nuk duhet tysh në familjen e personave të tretë, se po të ndërhyren në familjen, është sikur të prishësh një kishe me xhami Klea. Të vinë, ato din ku hynë, Elena, të vinë të hynë një herë të familja ime. Po, dhe ty s'ta madhe, nuk ka shans. Të vinë një herë të marrëdhënia ime, jam kështu, I pres në krah hapur. Nuk ka shans, por shiko, rastësi se tani, kur ti ke një komunikim të vazhdueshëm dhe në momentin që ti nuk I tregon të vërtetën në gjatë rrugës, ishte edhe një rast tjetër se ka raste, shiko, kam pasur dhe raste të nënave që duan ndarjen në fëmijëve të tyre, meshkuj dhe femrave. Kam pasur 2 raste. Moj ma ndaj gocën ti ose çuni se duan ose non. Ua, gjëja më e keqe, gjëja më e keqe. I thash po ti nuk e di se në radhë të parë unë jam 9 vet. I thash dëgjoj, ti që je shpirtlig je. Po tani, e ndave nga I pari, kërkon ta ndash nga I dyti. Më kupton? Dhe ka shumë persona që janë shpirtlig, Klea. Tani kemi një histori, Elena, që unë nuk do ta them moshën, sepse tek ajo që doli, intervista që publikuam, po. Na kanë paragjykuar shumë për faktin që kemi përmend moshën. Nuk është faji im se bin dashuri 13, 12, 11 vjeç,
as faji e Elenës, as nuk mbajmë përgjegjësinë ne në fund të ditës, ne nuk promovojmë gjëra apo shembuj të këqij, thjesht ne po e bëjmë këtë sepse na shkruajnë dhe ne nxjerrim e publikojmë. Nuk është faji jon se bin 13 vjeç në dashuri. Ajo është normale. Normale që nuk është normale. Por po dëgjojmë nga çdo ditë gjëra të ndryshme dhe mosha të ndryshme, kështu që nuk është faji jon fare. Gjithsesi unë nuk do ta përmend moshën se prapë është e njëjta moshë. E njëjta moshë, shkoj, në kler nuk mbajmë përgjegjësi se tani është puna. Ose nëse pas nesër ti do bësh me fëmijë, do kesh një çun, do kesh një gocë, ai mund të dashuroj që në moshën 11 vjeç. Nuk është normale fare Elena, por që nuk është as faji se dashurojnë. Klea, ka të bëjë dhe edukimi prindërve, varet se do edukojnë. Okej, në rregull, nuk e kuptoj këtë mlefin që sa të pa punë jeni, domethënë të shani në atë lloj mënyre. Për mashallah kemi punë. Si jeni do të thoya që në moshën pip, vjeç u lidha me një djalë dhe ato e kisha 2 vite. Unë kam ditë një 4 shkurt, ai me 9 janar. Jemi të dy unë kam ditur me 4 dhe ai me 9, jemi 2 ujor, ai akoma nuk më ka në mendje, por nuk më flet. Unë tani jam 17 vjeçë, të lutem shikoj pak të dyve. Na vazhdon emri me A, thot akoma më don, por nuk e di pse nuk më shkruan më dhe jemi të ndarë. Të lutem mos e përmend një emrin. Atëherë, zonjë nderuar, në radhë të parë, faleminderit zonjë Urs, në radhë të parë është diçka për moshën, përditëse përmendje, por është diçka koha sotshme thot dashuriçka dhe kjo dashuria online, se ka dhe persona që lidhen në rrjetet sociale ande këte, dhe kur vjen puna në Shqipëri bën blok ai dhe deli martuar me 2 fëmijë, me 3 fëmijë, del gruaj martuar, nuk del beqare, do me thonë duhet të jenë të kujdesshëm në këto lidhjet e tyre. Që të them, kjo ka bërë një shenjë debat, një konflikt dhe mund të ketë qenë dhe një xhelozi. Në moshën që kjo është kaq vjeç dhe ka 2-3 vjet me këtë çon, po që të them që do kenë të ardhme jo, është një lidhje, do me thonë, është aventurë që nuk do përfundojnë bashkë. Sikush do vi një kohë që sikush do shikoj drejtimet e ndryshme Klea. Po që të them që do kesh ribashkim, do kesh komunikim, me këtë person nuk do kesh. Dhe po ja jap këshill si nan. Vazhdo shkollën, vazhdo profesionin që ecësh përpara, se sot është puna, po s'pate një profesion, po s'pate shkollë nuk ke, të dashurin aty e ke, në mos ke këtë do gjesh një tjetër. Shkollohuni, duani vetëm tuaj, në radhë parë është shkolla, të arrini në jetë, pastaj gjërat tjera vinë me kohën. Elena, të falenderoj shumë, sot nuk kemi shumë kohë që t'i lexojmë të gjithë mesazhet, por kisha dhe një njoftim shumë interesant dhe të bukur. Të gjithë ato që duan të shikojnë historinë nëpërmjet Elenës në emisionin Vibe, gjithmonë do të jemi privat në emra dhe çdo gjë tjetër. Na shkruani në kanalet tona, në rrjetet tona sociale, Media 60, jeni të gjithë të mirëpritur për të parë historinë, por edhe të gjithë ato që duan kanë ndonjë talent dhe janë disa zëra që duhen dëgjuar, mund na kontaktoni për intervistë, jeni që të gjithë të mirëpritur. Elena, shumë faleminderit, bashkë të shihemi sërish javën tjetër me telefonata dhe me parashikimin. Madje kemi edhe një lajm tjetër që mos gaboni të mos e ndiqni intervistën, sepse do të parashikojmë disa personazhe shumë interesante. Personazhe publik. Ja, pra kështu erdhi fundi këtij episodi, bashkë do të shihemi sërish nesër në orën 11. Mos harroni të na ndiqni. Mirupafshim. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.